Pas rreshjeve intensive të shiut që përfshin vendin dhe shkaktuan përmbytje të mëdha në banesa, biznese dhe toka bujqësore, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi ashpër duke dënuar mosshpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga qeveria. Ai e cilësoi këtë veprim si indiferencë njerëzore, duke nënvizuar se gjendja e krijuar përmbushet të gjitha kriteret për shpalljen e saj. Para kësaj situate dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë njerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, gjendje e cila ka tejkaluar, plotëson në këto rrethe të gjitha kriteret për të shpallur. Por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre, sepse shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore detyron qeverinë të kompensojë të gjitha dëmtimet e krijuara nga fatkeqësia. Berisha bëri thirrje qytetarëve të evakuohen menjëherë për të shmangur rreziqet që paraqesin lumejt e rrëmbyer. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi, vjosa, është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Reagimi i Berishës vjen pas komenteve ironike të kryeministrit Edi Rama lidhur me akuzat për menaxhimin e përmbytjeve, të cilat ai konsideron një tallje cinike.